Edhe Lacivita që erdhi këtu, ai e pa situatën dhe iku. Mos kujto se ai erdhi e pa gjendjen e monitoroi si magjistar, si sniper, ku diun me tenxhere pa tenxhere, ashtu si erdhi, e pa, e bleu situatën. Kështu që ai iku. Tani ai nuk mund të ndikoj tani tek ajo pjesa e stafit të tyre të vazhdojnë atë pjesën të shkojë deri tek këshilltarja e Trumpit, ta lexoj Trumpi apo ky ka telefonin e Trumpit. Fare harroj. Për mendimin tim Trumpi është i paparashikueshëm. Aq më tepër gozhda e parë që i erdhi ishte pjesa e djalit të Trumpit. Goditja e parë, që ra ngjunjë ato. Pjesa e dytë është nëse Trumpi do merret dhe do marrë vesh që se nuk mos mendoni ju që Trumpi rrotullohet edhe ka mendin në Tiranë. Ai ka situata të tjera, ai e ka më të rënd situatën e vet sot sepse i ka hyrë disa betejave, të cilat nuk po i del dot përballë. Premtoi për 24 orë luftën me Ukrainën, nuk e mbylli dot. Sepse e mori shumë lehtë, sepse kishte përballë një Evropë të bashkuar të cilën ishte kundër Rusisë. Dhe gjithë loja tani luhet në fatin e tij të premtimit të tij. Ai thotë tani do heq dorë. Do një territorin, nuk ka çfarë të bëjë. Amerika i ka shkuar dhe veza $1. Po pikërisht.